Horoskopi ditor e hënë 14 prill 2025, Dashi. Parashikohet një ditë si e mbytur për ju ku pozitiviteti dhe negativiteti do të jenë në luftë me njëra tjetrën. Përpiquni të gjykoni me mendje të ftohtë se si të rregulloni gabimet tuaja. Për sa i përket dashurisë, jeni konfuz në lidhje me zgjedhjet që keni bërë. Një surprizë e bukur në mbrëmje do të jap ngjyra lidhjes tuaj, duke bërë që të besoni ëndrat tuaja. Beqarët duhet të japin fund kritikave ndaj të tjerëve dhe ndaj gjithçkaje. Qëndroni larg problemeve, pasi rrezikoni të qëndroni gjithmonë vetëm. Në punë parashikohet një ditë e mirë, pasi yjet do të lehtësojnë çdo marrëveshje që do të ndërmerrni. Demi. Java do të nisë shumë mirë për ju, ku çdo gjë do të jetë në përputhje me dëshirat tuaja. Në dashuri, gjërat po shkojnë në relaks dhe qetësi të plot. Në mbrëmje këshillohet që të dilni për një darkë romantike. Beqarët duhet të shfrytëzojnë për mirë qetësinë që ua jep kjo ditë. Për sa i përket punës, do të keni rezultate të kënaqshme. Sidoqoftë merrni parasysh një këshill. Mos rrezikoni pa qenë e nevojshme, pasi çdo gabim do të ishte fatal. Binjakët, parashikohet një ditë e vështirë për ju. Disa peripeci nga rutina e përditshme do ta bëjnë ditën të mërzitshme. Edhe në dashuri gjërat nuk do të ecin mirë, ku nuk do të mungojnë debatet me tone të forta. Beqarët do të jenë të përqendruar krejtësisht tek vetja dhe interesat e tyre personal, duke lënë pas dore jetën sentimentale. Jepini hapësirë njerëzve që rrethojnë në mënyrë që të hapen shtigje të reja për ju. Në punë mos bëni më shumë se sa ju kërkohet. Kurseni energjinë tuaj, pasi duke parë situatën e pafavorshme, do të evitoni situatat e pakëndshme. Gaforia. Parashikohet një ditë e zakonshme për ju. Përqendroni vëmendjen tuaj në ato që mendoni se janë prioritetet tuaja, në mënyrë që të merrni kënaqësinë që meritoni. Në dashuri, shumë prej jush do të jenë entuziastë, duke parë lidhjen e fortë në çift, do të keni objektiva që të realizoni dëshirat që keni në kokë. Një ditë e mirë edhe për beqarët, ku do të ketë njohje të reja për ju. Për sa i përket punës, merrni masat e nevojshme në mënyrë që gjithçka të mund të rrjedhë sipas pritshmërive tuaja. Luani. Një ditë mesatarisht e mirë për ju. Si shpirti i mirë, ashtu edhe fiziku do të jenë në qendër të vëmendjes, ndërsa ky do të jetë momenti për të dhënë më të mirën në gjithçka që ndërmerrni. Për sa i përket jetës në dashuri, duhet që të jeni më tolerant në disa vendime. Jepni më shumë hapësira partnerit tuaj në mënyrë që lidhja juaj të ecë si duhet. Beqarët do të jenë shumë të frymëzuar në këtë ditë. Energjitë tuaja janë të qëndrueshme në këtë periudhë, prandaj ka ardhur koha që të nisni një histori të re me dikë. Do të ketë surpriza pozitive për ju në punë. Është koha që të konkretizoni idetë tuaja që kanë qenë në pritje prej një kohe të gjatë. Gjëresha, qielli për ju do të shkëlqej si asnjëherë më parë. Do të ndjeni mirë në disa situata, pasi dita do të jetë në favorin tuaj. Në dashuri këshillohet që të uleni të bisedoni me partnerin tuaj në mënyrë që të sheshoni problemet që keni grumbulluar me kohën. Gjithashtu beqarët do të kenë si aleat të gjithë planetët. Një buzëqeshje juaja mund të vlejë më shumë se 1000 fjalë. Shfrytëzojini mundësitë tuaja në këtë ditë. Për sa i përket punës, disa nga ju do të kenë lajme të mira. Peshorja, java për ju do të nisë në mënyrë të jashtëzakonshme. Në dashuri, ky do të jetë momenti i duhur për të zhvilluar pozitivisht marrëdhënien tuaj në çift. Do të jetë një ditë plot pasion dhe argëtim në çift. Beqarët do të jenë në një ditë të mirë dhe do të jenë në dorën e tyre, ndërsa do të duan të përmirësojnë jetën sentimentale. Përfitoni në mënyrë që të krijoni njohje të reja, duke hequr dorë nga zakonet e vjetra. Në punë dita nuk do të jetë as pak keq. Planetët janë në krahun tuaj dhe rezultatet do të jenë të kënaqshme. Akrepi, një ditë e zakonshme për ju, ku në fazat veçanta do të jetë në përputhje me pritshmëritë tuaja. Nuk do të ketë surprizat më dha, por as probleme të pakapërcyer. Në dashuri do të dominojë dialogu, ku ndoshta do të mund të zgjidhni edhe disa probleme aktuale. Beqarët mund të mësojnë nga eksperiencat sentimentale që kanë pasur në të kaluarën, në mënyrë që të shfrytëzohen pozitivisht për të ardhmen.
Përdorni qetësinë e brendshme dhe do të keni mjaftueshëm sukses. Sa i përket punës, këshillohet që të ndërmerrni eksperienca të reja duke dhënë më të mirën tuaj dhe të mund të arrini lart. Shigjetari, parashikohet një ditë e mirë për ju në dashuri. Qetësia në familje është shumë e rëndësishme për ju. Bëni një dhuratë për partnerin tuaj në mënyrë që të krijoni emocione sentimentale gjatë ditës dhe ta bëni më të lumtur klimën në çift. Në këtë mënyrë do të hidhni pasditët e kaluara me grindje. Beqarët duhet të japin më shumë rëndësi intuitës së tyre dhe të mos bazohen gjithmonë tek fjala e miqve. Bazohuni tek kjo këshill dhe do të keni një ditë të paharruar. Dita në punë do të jetë e arzakonshme, do të jetë mbushur me kënaqësi dhe iniciativa të veçanta, do të jeni mbushur me energji dhe shumë propozime do të marrin rrugë. Bricjapi, parashikohet një ditë relativisht e mirë për ju. Duhet të tregoheni i kujdesshëm në marrëdhëniet në çift. Nëse uleni dhe bisedoni me qetësi, gjërat mes jush do të shkojnë si duhet. Për sa i përket beqarëve, nuk duhet të pretendojnë shumë nga vetja. Këshillohet që të jeni më të butë dhe më të qeshur. Vetëm në këtë mënyrë do të marrni zgjidhje disa tensione. Udhëhiquni nga intuita në lidhje me vendimet e rëndësishme. Në punë, situata po merr avancim pozitiv. Marrëveshje të reja në shteg për ju. Shfrytëzoni çdo mundësi. Ujori. Edhe për ujorët që i përkasin kësaj shenje, dita do të jetë e mirë. Pjesa ku duhet të tregoni kujdes është në aspektin sentimental. Dëgjoni më shumë se sa flisni, përpiquni të mos nervozoheni shumë, përndryshe problemet do të jenë të pashmangshme. Beqarët nuk duhet të dyshojnë në aftësitë e tyre, një njohjere në sfond. Hidhuni me entuziazëm në këtë aventurë të re. Gjërat do të shkojnë mirë. Në punë nuk do të keni probleme, shmangni problemet e shumta dhe përqendrohuni vetëm tek ai që keni për zemër. Peshqit. Kjo ditë do të jetë e shkëlqyer në çdo drejtim për ju peshq. Qetësia familjare, sentimentale, por edhe në miqësi parashikohet një ditë e qetë për ju. Marrëdhënia në çift do të shkojë më së miri, e gjithë dita do të shkojë në harmoni të plotë. Mbrëmja premton një jetë plot pasion. Edhe për beqarët parashikohet një ditë fantastike dhe me njohje të reja në aspektin sentimental. Është momenti ideal për ta shijuar jetën maksimalisht, ndoshta siç nuk e keni bërë asnjëherë më parë. Edhe në punë koha juaj do të shkojë shumë mirë. Ambienti dhe raporti me kolegët në mënyrë të shkëlqyer. Projekte të reja në sfond për ju.